Në qytetin e Maliqit u organizua aktiviteti Rinor Rinart nga data 12 deri në 15 maj 2025, një aktivitet i mbushur me talente dhe energji rinore. Gjatë këtyre netëve festive morën pjesë nxënës të shkollave të mesme nga bashkitë Pogradec, Maliq, Devol, Korçë dhe Kolonj, ku u evidentuan shumë talente të reja që performuan me entuziazëm dhe pasion. Siç ka ndodhur shpesh, Bashkia Maliq në një tjetër sukses të madh, duke u renditur ndër më të mirët të qarkut. Kjo është konfirmuar edhe nga çmimi Best Fashion, i cili u fitua nga Bashkia Maliq. Gjithashtu çmimi për modelen më të mirë të qarkut shkoi për Flavia Arifin, një tjetër talent i shquar nga ky qytet. Çmimi grupi muzikor më i mirë i qarkut gjithashtu fitohet nga Mateo Kanani dhe Elio Elamslari me bandën e tyre muzikore. Ky event ka qenë një mundësi e shkëlqyer për të promovuar kreativitetin dhe potencialin rinor të kësaj zone.